Ne jemi këtu në qendrën e numërimit dhe rezultateve, pra të KCZ-s, ku edhe po vazhdon rinumërimi i 914 vend votimeve. Por për më shumë detaje se si po shkon ky proces, afër vetës kam edhe zëdhënësin e KCZ-s, zotri Valmir Elezi. Zotri Elezi, çfarë mund të na thuash deri më tani si po shkon ky rinumërim? Po, në përgjithësi, procesi është duke vazhduar pa ndonjë problem, do thotë 2 orare gjatë ditës është duke funksionuar qendra numërimit dhe rezultateve nga 8 e mëngjesit deri në mesnatë dhe që nga dita apo nga data 13 janar në orën 18 kur ka nisur procesi i rinumërimit dhe deri në ditën e sotme, pra në mëngjes, janë përmbyllur 15 komuna, pra të vendvotimit të cilave janë rinumëruar të në qendrën e numërimit dhe të rezultateve. Ndërkaq në këto momente, pra nga ora 8 e mëngjesit dhe deri në këto çaste, po rinumërohen vendvotimet që i takojnë 3 komunave të tjera dhe deri në mbarim pra të orarit të ditës, të orarit të pjesës së parë të ditës, pra do të kemi përfundimin e rinumërimit në gjithsej të 18 komuna.